Përpara se një fëmijë i vogël të mund të thotë qoftë edhe fjalën më të thjeshtë po e zëm, atë fjalën mama apo baba, truri i tij në fakt ka hartuar tashmë më një fqetësi të plot, një fjalor masiv. Po, një fjalor krejtësisht të padukshëm. Pikërisht. Dhe sot, në këtë analizë të thelluar që po bëjmë, do të shqyrtojmë diçka vërtet interesante. Kemi një material udhëzues shumë strukturor nga një projekt i quajtur Prindrit, dhe ky material zbulon saktësisht se si një fëmijë që në duket sikur nuk thot asgjë, në fakt po kupton absolutisht gjithçka. E di, kjo përbën ndoshta një nga keqkuptimet më të mëdha, domethënë në lidhje me zhvillimin njerëzor në përgjithësi. Ka një supozim mjaft të përhapur që gjuha e një njeriu fillon fiks në atë momentin kur dëgjohet fjala e parë. Po, sigur shtypet një buton. Sakt, por e vërteta shkencore është krejt tjetër. Gjuha ka filluar të ndërtohet muaj të tërë përpara se të ndodha i artikulimi nga goja. Dhe në burimin ton të sotëm, domethënë në këtë dokument nga projekti Prindërit, kemi një dritare fantastike për të parë këtë botë tepër komplekse. Dhe le ta sqarojmë që në fillim misioni i kësaj analize nuk është që thjesht lexojmë një listë çfarë fjalësh duhet të di një fëmijë, le të themi në filan moshë. Ne do të përpiqemi të kuptojmë së bashku, si them, mekanizmat e vërtet, si ndodh saktësisht ky formim trunor nga mosha 0 deri në 6 vjeç. Dhe çfarë mund të bëjnë kujdestarët apo jo? Fiks. Çfarë mund të bëjnë të rriturit rreth fëmijës për ta ndihmuar? Dhe ajo që mua më duket ndoshta më e rëndësishme, cilat janë pengesat e jetës moderne që duhen shmangur, kurthet që dëmtojnë këtë zhvillim. Po, kjo është vërtet diçka që ja vlen të theksohet fort që tani. Për cilin do që na dëgjon dhe që kujdeset për fëmijë, domethënë qoftë prind apo edukator apo qoftë edhe një i afërm, kjo temë ofron një perspektivë të re, sepse gjuha nuk është thjesht bashkim fjalësh me radhë. As gramatike dhat. Jo, as pak. Gjuha është thelbi, është mjeti për dashuri, është mënyra se si krijohen lidhjet emocionale, domethënë se si njerëzit e bëjnë veten të kuptueshëm. Kështu që detyra e të rriturve nuk është thjesht t'i mësojmë fëmijës fjalë sa për të rritur numrin, por t'i japin atij atë mjetin bazë për t'u lidhur me njerëzit. Wow, më pëlqen jashtëzakonisht shumë kjo lloj çësje, sepse e ndryshon komplet bisedën. Nuk po i masim fjalët sikur të ishin pikë në një provim, por po flasim për lidhje njerëzore. Në rregull, le ta zbërthem këtë pak. Burimet tona ofrojnë këtë farë harte të zhvillimit, nga 0 në 6 vjeç. Po, një kalendar zhvillimi. Sakt. Dhe ajo që bie në sy është se nuk është një rritje e mërzitshme, tull pas tulle. Për shembull, le të fillojmë me vitin e parë të jetës, domethënë nga 0 në 1 vjeç. Nga jashtë, një fëmijë në këtë moshë duket sikur thjesht qan dhe bën disa belbëzime dhe tinguj. Por ajo që ndodh brenda trurit është gjithçka tjetër veç se thjesht. Edhe pse tingullon si një belbëzim i pakuptimt, fëmia po reagon ndaj zërit e prindërve. Ata po testojnë vërtet aparatin e tyre. Domethënë si një lloj prove teknike. Pikërisht ashtu. Është një fazë ku ata po mbledhin të dhëna masivisht. Por ajo që është më gjepse këtu është kalimi në fazën tjetër, nga mosha 1 deri në 2 vjeç. Po, këtu ndodhin fjalët e para, si mama apo baba, dhe unë këtë fazë gjithmonë e kam menduar pak a shumë si një iceberg. Një iceberg? Interesante, si kështu? Kur imagjinoje pak. Fjalët që ata arrin të thonë, pra mama edhe baba, janë thjesht maja e atij icebergut, pjesa e vogël që del si për ujit. Por poshtë, domethënë ajo masa e stërmadhe poshtë ujit që nuk shihet, ajo është fjalori që fëmia kupton. Fakti është që një fëmijë në këtë moshë kupton shumë herë më tepër se sa mund të flasë. Sakt, dhe kjo piktura e icebergut është e përkryer për ta përshkruar. Truri i tyre ka rregulluar shumë më shumë informacion se sa kordat e tyre zanore mund të prodhojnë. Dhe ajo që është më gjepse se këtu është se megjithse kemi këtë kalendarin e përgjithshëm, secili fëmijë ka atë ritmin e tij unik. Absolutisht. Asnjë fëmijë nuk është robot. Fiks. Prandaj është shumë e rëndësishme që të rriturit të vëzhgojnë progresin e vogël muaj pas muaji pa e krahasuar me një manual strikt, sepse pastaj vjem tek mosha 2 deri në 3 vjeç, ku fillojnë fjalitë e thjeshta. Po, aty fillojnë të shprehin nevojat e tyre, apo jo, dua ujë apo ik. Ashtu është, dhe më pas, nga mosha 3 deri në 4 vjeç, gjua bëhet shumë më e rrjedhshme. Ata fillojnë, si të them, të tregojnë histori të vogla, të formojnë struktura më logjike.
Për të arritur pastaj tek faza 4 deri në 6 vjeç, ku ndodh një rritje jashtëzakonisht e madhe e fjalorit. Një shpërthim i vërtet fjalësh. Tamam, një shpërthim. Komunikimi bëhet tepër i qartë dhe mjaft kompleks. Ata kuptojnë nuanca, shprehin emocione të komplikuara. Wow, është një rrugtim fantastik. Por nëse çdo fëmijë kalon nëpër këto faza në mënyrë natyrale, këtu bëhet vërtet interesante ne si të rritur. Si mund të shërbejmë si katalizator? Domethënë, kalojmë nga çfarë ndodh tek çfarë mund të bëjmë ne. Po, kjo është pjesa praktike. Materiali nga burimi ynë thekson një gjë parasore. I rrituri është mësuesi i parë dhe më i rëndësishëm i fëmijës. Nuk ka dyshim për këtë. Dhe mënyrat për t'i ndihmuar nuk janë formula magjike, janë veprime shumë të përditshme. Si për shembull, të lexuarit e librave çdo ditë, këndimi i këngëve dhe thjesht të folurit shpesh me ta, edhe kur janë shumë të vegjël dhe nuk duket se po marrin pjesë në bisedë. Dhe një detaj tjetër thelbësor, dhënia e kohës për t'u përgjigjur pa i ndërprerë. kjo e fundit është vërtet e vështirë për shumë prindër, të them të drejtën. Presim një sekond dhe nëse nuk përgjigjet fëmia, e themi në vetë fjalën. Ashtu është, ne nxehemi ose nxitohemi, por trurit fëmijës i duhen sekonda të plota për të përpunuar dhe formuluar një reagim. Por burimi përmend edhe një teknik që më bëri shumë përshtypje. Kjo ideja e përshkrimit të aktiviteteve të përditshme. Po, narracioni. Fiks. E krahason me të qenit një komentator sportiv i jetës së përditshme. Imagjinoje pak, je në shtëpi dhe flet me zë të lartë. Tani po marrim xhaketën, po veshim këpucët. Tani po dalim jashtë. Ndoshta duket pak komike për një të rritur ta bëj këtë, ta flasësh me vete për gjëra kaq banale. Po, mund të duket pak e çuditshme në fillim. Por, në fakt, duket e thjesht, por formon trurin e fëmijës në mënyrë të jashtëzakonshme. Apo jo? Absolutisht, po. Është fiks ajo që theksojnë neuroshkencëtarët, sepse sekreti vërtet, thelbi i këtij hapi nuk qëndron thjesht te sasia e fjalorit që po i hedh fëmijës, qëndron te fakti që fëmia e lidh fjalën që dëgjon me veprimin që po ndodh aty për aty, dhe e bën këtë në një mjedis ku nuk ndihet fare nxituar. Është i qetë, pa presion. Pikërisht, dhe ky komunikim i vazhdueshëm e i natyrshëm, kjo lloj qasjeje është ushqimi më i mirë për zhvillimin e të folurit. Mirë, në rregull, pra kemi këtë komunikim natyral që është thelbësor, kemi të rriturin si komentator sportiv, por nëse ky ndërveprim i drejt për drejt e ndihmon kaq shumë procesin, cilat janë gjërat që e pengojnë? Sepse, të flasim hapur, ne jetojmë në një botë plot me shpërqendrime. Këtu him në një territor shumë kritik, të them të drejtën, sepse faktorët që e ngadalsojnë këtë zhvillim janë shpesh të pranishëm çdo ditë rreth nesh. Burimi përmend mungesën e komunikimit aktiv, problemet e dëgjimit që ndonjëherë mbeten të fshehura, një mjedis pa stimulim verbal, apo stresi dhe mungesa e ndërveprimit emocional. Por një nga pengesat më agresive. Pret të gjej, ekranet. Fiks, ekspozimi i tepërt ndaj ekraneve. Dhe këtu unë dua të ngrej një pikë pyetje, sepse kjo e sfidon komplet atë supozimin e zakonshëm. Shumë njerëz sot mendojnë se nëse i vendosin një fëmijë një video edukative në tablet, le të themi nga ato videot me ngjyra, ku thuhen fjalë të qartë me këngë, ata mendojnë se kjo e ndihmon fëmijën të mësojë fjalë të reja shumë shpejt. Është një besim shumë i përhapur, po. Por burimet e thonë vërtet troç. Tableti nuk e mëson fëmijën të flas, ju po. Domethënë, si shpjegohet kjo? Pse ai tablet edukativ nuk po bën punë? Shiko, kjo ngre dhe këtë një pyetje të rëndësishme. Pse nuk funksionon ekrani një lloj si njeriu? Sepse teknologjia, sa do e avancuar tjetë, këto pajisje nuk ofrojnë ndërveprimin emocional dhe të dyanshëm që truri i një fëmije përkon obligimisht për të mësuar gjuhën. Pra nuk ka atë ping-pongun e bisedës. Pikërisht, gjuha nuk është thjesht informacion që hyn në vesh, si të shkarkosh një skedar në kompjuter. Është një shkëmbim social, kur ti i flet fëmijës për një moll, ti e shikon në sy. Fëmia qesh, ti ndryshon tonin e zërit, reagon ndaj tij. Ekrani nuk e bën këtë. Ekrani është plotësisht i verbër ndaj reagimeve të fëmijës. Është një shkëmbim i vdekur në një farë mënyre. Tableti vazhdon të flas edhe nëse fëmia shikon nga dritarja. Ashtu është, dhe kjo lidh dëmin e madh të ekraneve drejt për drejt me atë mungesën e stimulimit njerëzor. Truri e kupton që aty nuk ka nevojë për një përgjigje sociale dhe thjesht e kthen atë zën në një zhurmë sfondi. Wow, pra çfarë do të thotë e gjithë kjo? Domethënë, tani që i njohim këto rreziqe, si tabletët apo ai mjedisi heshtur,
si duhet jetë qasja e përditshme, sepse ne nuk duam as të krijojmë presion tek fëmijët, apo jo, nuk duam t'i bëjmë të ndihen sikur po testohen gjatë gjithë kohës. Po, kjo është faza e rregullave llavarta, siç mund t'i quajmë. Burimi jep disa këshilla shumë praktike se çfarë duhet dhe nuk duhet bërë. Për shembull, rregulli i parë dhe mjaft i rëndësishëm, mos e korrigjoni vazhdimisht fëmijën në mënyrë të drejtë për drejtë. Domethënë, nëse thot makja në vend të makina, të mos i themi jo, nuk thuhet ashtu. Sakt, çfarë sugjerohet është që thjesht ta përsërisni fjalën sakt, por në mënyrë krejtësisht të natyrshme. Domethënë i thua, po, ajo është një makinë e bukur. E di, kjo më kujton një lloj analogjie si e rritja e një bime. Kur ke një bim të vogël që po rritet, ti nuk mund shkosh ta tërheqësh nga gjethet që të rritet më shpejt, apo jo? Jo, sigurisht, do ta kpusje. Pikërisht. Të tërheqësh gjethet është njësoj si ta korrigjosh vazhdimisht fëmijën apo ta krahasosh me fëmijët e tjerë. E vetmja gjë që duhet t'i bësh asaj bime është t'i ofrosh tokën e duhur dhe ta ujitësh. Dhe uji, në këtë rast, është të përsëritësh fjalët sakt dhe t'i ofrosh atë mjedisin e qetë. Është një analogji e mrekullueshme me të vërtetë, sepse nëse e lidhim këtë me pikturën e madhe, këto rregulla të arta kanë të bëjnë me një gjë kryesore: ruajtjen e vetbesimit të fëmijës. Fokusi kalon nga presioni për të thënë fjalët e sakta te lidhja njerëzore, dhe kjo lidhje kërkon kohë cilësore. Kohë cilësore. Do me thënë edhe pa telefonat të pranishëm. Sakt, prindrit dhe kujdestarët duhet t'i japin vëmendje të plotë dhe njëkohësisht t'i inkurajojnë çdo përpjekje të fëmijës për të folur, sado e pasakt të jetë. Por ka edhe një rregull tjetër thelbësor këtu. Cili është? Ndërhyrja e hershme. Nëse ka dyshime, le të themi vërehet një vonesë e teksuar ose fëmia nuk po reagon siç pritet, konsultimi me një specialist është absolutisht thelbësor. Më mirë herët se sa vonë, apo jo? Gjithmonë. Pritja nuk është zgjidhje në raste të tilla. Mirë, besoj se kemi arritur të mbulojmë jashtëzakonisht shumë material sot. Është e habitshme se sa shumë gjëra po ndodhin në ato trupa aq të vegjël. Është me të vërtet një proces magjik. Po, le të bëjmë një përmbledhje të shpejtë për ata që na dëgjojmë. Ajo që pam është se shvillimi i të folurit, domethënë nga ato belbëzimet e para e deri tek historitë plot fantazi të fëmijërisë, është një proces i ngadalt, po vërtet magjik siç the ti, dhe ushqehet totalisht nga dashuria, nga prania e plotë të rriturve. Dhe duke i mbajtur ekranet sa më larg këtij komunikimi. Fiks. Falenderojmë vërtet të gjithë ata që bashkohen me ne gjithmonë për të zgjeruar njohuritë rreth këtyre temave thelbësore të zhvillimit njerëzor. Është gjithmonë kënaqësi të zbardhim këto të vërteta shkencore. Dhe për të mbyllur këtë analizë të thelluar për sot, ka një detaj që mendoj se duhet theksuar fort. Burimet e sotme bën shumë të qartë se aty midis moshës 1 dhe 2 vjeç, fëmijët e theksoj, kuptojnë shumë më tepër se sa mund të flasin. Ajo masa nën iceberg, siç e the. Pikërisht ajo. Dhe pam gjithashtu që stresi apo mungesa e ndërveprimit emocional ngadalson çdo gjë. Kjo më lë me një mendim që do doja ta ndaja për reflektim. Të dëgjojmë? Nëse këta fëmijë të vegjël janë në fakt si ca sfungjer të heshtur që thithin të gjitha fjalët tona, thithin tonin emocional dhe energjinë tonë shumë po shumë kohë, përpara se të nxjerrim fjalën e tyre të parë. Atëherë, si po e formon vallë heshtja jon, apo ai stresi i pashprehurit të rriturve në dhomë, zërin e brendshëm të atij fëmije. Dua të them, përpara se ai fëmijë të mësojë të artikulojë qoftë edhe një nevojë vetme, çfarë bisede të brendshme po i ndërtojmë ne me stresin apo me mungesën tonë? Kjo mbetet vërtet diçka për të menduar thellë.